Fatkeqësisht era në Kosovë, unë se kum di që janë 3.000 gra brenda vitit që preken me kancer të gjirit. Edhe nuk e kum di që po hekshin kaq shumë për këto lloj proteza dhe për brusa, unë që pak ma ekstra, shumë kërkesat mëdhaja. Tash për momentin më kanë met vetëm 10 copa. Pi tregoj që to që më kanë met që kushdo që të ka nevojë, për shfrytëzoj rastin përmes emisionit tonë që promovon vlera. Kanë met shumë masa të vogla, që ke protezë, është për ato që nuk e hekën komplet pjesën e gjirit, po vetëm një shtresë. A vëdin? E kjo tjetra, po janë shumë masa të vogla. Qëllimisht po informoj se po vjen keq kur po më thirrin do më thonë shumë gra, edhe nuk e gjej numrin e tyre, se më kanë met vetëm 10 copa. Ato që kanë nevojë, lirisht mujnë më shkru në rrjetet sociale, në Facebook, edhe mi marrë këto proteza. Nashta dikush kur i shem unë më keq kuptu, po kjo ka të bëj thjesht me shpërndat mirën edhe njëtin amanetin me çun vend vetin. Në fund të ditës, vlera e një emisioni është kur ne mund të kontribuojmë diçka të mirë për shikuesit edhe për audiencën edhe për ata që kanë nevojë.